Një moment i pazakontë dhe thellësisht emocional u transmetua drejt për drejt në televizionin shtetëror iranian, ku një speaker shpërtheu në lot teksa lexonte deklaratën zyrtare për vdekjen e udhëheqësit suprem të Iranit, Ali Khamenei. Zëri i tij u drodh disa herë, ndërsa në studio mbizotronte një heshtje e rëndë, duke reflektuar tronditjen që ka përfshirë vendin pas lajmit të madh. Irani konfirmoi ndarjen nga jeta të liderit të tij herët në mëngjesin e së dielës, sipas orës lokale. Lajmi erdhi vetëm një ditë pasi nisën sulmet e ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli ndaj territorit iranian, një zhvillim që kishte tensionuar maksimalisht situatën në rajon. Edhe pse autoritetet nuk kanë dhënë detaje të plota mbi rrethanat e vdekjes, koha kur ndodhi ka shtuar spekulimet dhe ka rritur ndjeshëm klimën e pasigurisë. Menjëherë pas njoftimit zyrtar, autoritetet iraniane shpallën 40 ditë zije kombëtare. Flamujt janë ulur në gjysmështize në të gjithë vendin, ndërsa pritet që ceremonitë mortore të organizohen me pjesëmarrjen e miliona qytetarëve. Figura e Khameneit ka dominuar jetën politike dhe fetare të Iranit për dekada me radhë, duke qenë një nga njerëzit më me ndikim në lindjen e mesme. Në rrugët e Teheranit dhe qyteteve të tjera, qytetarë të shumt janë mbledhur për të ndezur qirinj dhe për të shprehur dhimbjen e tyre. Të tjerë ndërkohë po ndjekin me shqetësim zhvillimet e ardhshme, pasi vdekja e liderit suprem hap një kapitull të ri për Republikën Islamike dhe për të ardhmen politike të vendit. Bota po ndjek me vëmendje situatën në Iran, ndërsa rajoni përballet me një nga momentet më delikate të viteve të fundit.